Telefoni celular i shpëton jetën. E çuditshme, një koincidencë që shpëton një jetë, por kjo i ka ndodhur pikërisht një emigranti shqiptar në Itali. Ngjarja ka ndodhur në një bar në zonën Campo Mauro në Villa di Briano. Një punëtor italian ka qelluar emigrantin shqiptar 28 vjeç, pasi ky i fundit kishte debatuar me të birin 12 vjeçar. 28 vjeçari shqiptar ka shpëtuar për mrekulli, pasi në xhepin e xhupit kishte telefonin celular, i cili e ka mbrojtur nga goditja e plumbit. Menjëherë pasi është qelluar, 28 vjeçari është dërguar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Shqiptari është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale në pjesën e zorëve, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Agresori, babai i djalit 12 vjeçar, Sandro Di Costanzo, është arrestuar nga forcat policore italiane, ku i sekuestruan edhe armën pa leje, pistolet e kalibrit 7. Di Costanzo pas ndalimit nga policia ka bashkëpunuar me efektivët duke dorëzuar në mënyrë vullnetare dhe armën. Ai ndodhet në paraburgim në pritje të vendimit të gjykatës së Napolit për të marrë në pyetje mbi motivet që e çuan në këtë akt të rënd.